Urime për pozitën tënde si kapiten i kësaj shtëpie. Nga ky moment, mbi supet e tua nuk është vetëm një titull, por një përgjegjësi. Sonte të jap një fuqi që mund të ndryshojë gjithçka. Ti ke mundësinë që të shpëtosh një banor nga nominimi, por kjo nuk është e gjitha, sepse çdo shpëtim ka një çmim. Nëse vendos të përdorësh këtë drejt, ti duhet të fusësh në nominim një banor tjetër në vend të tij. Vendimi yt do të jetë i prerë, dhe pas ti, pasoja do të ndihen në të gjithë shtëpinë. Mendo mirë, sepse sonte një banor shpëton dhe një tjetër rrezikon. E ke këtë avantazh, shfrytzoje në mënyrën që ti mendon se duhet ta shfrytëzosh. Po tash s'po du me vepru në mënyrë personale, po ma mirë si stratege, po thom, me fut tash dikon ma dopt, në lojtar ma dopt, po tash e se dijet. Tash si pas mendimit tem, nashti e kisha ndru hygirtën me... O, zotja. Me kë? Me labinotin, mos ta zgati shumë. Me labinotin. Ose dhe, s'po di, ose... A është vendimi përfundimtar? Jo. Okej, edhe 30 sekonda. Hygjetën e kësha. Me kushtrimin dine e kësha. A, s'po di. O jo mes... Na duhet. Okej, me kushtrimin, pro sepse është pak ma i urtë. Përgjigja përfundimtare. Okej, pendroj, do me thonë prej nominimit. Po shpëton hygjertën dhe po e fut kushtrimin. Mirë. Quhet, e mbyllim këtë. O, inshallah si di kushtrimin. Atëherë, Eliona, do me thonë që në kapiteni nuk është letë. Jo, Këtë valla jas vendim, pak. ti duhesh, tu a thuash banorve, Po pa tjetër.